Javën që kaloi, kryeministri Rama e la pa një përgjigje publike pyetjen e kryetarit të opozitës, sepse nuk po aprovonte byron kombëtare të hetimit. Por në mbledhjen e radhës të grupit parlamentar demokrat, Lulzim Basha pohoi se e kishte një mesazh prej tij dhe sfidën e çoi më tej për draftin e dakordsuar me amerikanët. Kemi një produkt të gatshëm për të cilën, siç më është raportuar, vetë zoti kryeministër ka rënë dakord, unë kam rënë dakord. Përfaqësuesi i Ilir Metës tha javën e kaluar se pas ka rënë dakord dhe kjo është byroja kombëtare e hetimit. Byroja kombëtare e hetimit duhet futet në rendin e ditës ditën e enjte. Dhe ndërkohë, sipas tij, asgjë nuk i pengon kryetarët e forcave kryesore politike të ecin në të njëjtin drejtim edhe për reformën e drejtësi. Basha është për një takim me Ramën dhe Metën për këtë proces. Për të ulur si përfaqësues partive kryesore politike në vend, ne ose përfaqësuesit tanë, Partisë Demokratike, Partisë Socialiste, Lëvizjes Socialiste për Integrim, dhe për t'i dhënë vendit reformën në drejtësi. Edhe pse opinioni përfundimtar i Komisionit të Venecias mbërrin në mes të marsit, për Kreun Demokrat dokumenti paraprak është një bazë e mirë parimesh të qarta mbi të cilat mund të punohet, por ai evidenton sërish bindjen e tij se Rama nuk e do reformën në drejtësi. Foli për lojë të kryeministrit me ekspertët, duke ia krahasuar me ndërtimet në Tiranë në emër të planit francez me firmën e Ramës kryebashkiak. Këtej bëshin kullat dhe dengjet e parave fluturonin në xhepat e njeriut, përfolur nga raportet ndërkombëtare si zotruesi një pasuri për 200 milionë eurosh, e këtej na tregoi se plani ishte ekspertëve francez. Nuk mund pranojmë lojra të tilla me reformën në drejtësi. Sipas Bashës, ajo që kryeministri Rama do janë gjyqtar dhe prokuror të kapur, te këtë cilët ministrat e korruptuar ja hedhin paq. I shërbeu kjo për të kaluar tek akuzat për korrupsion në shëndetësi dhe kësaj here pasqyroi me rezultatet e analizave që po nxjerr check-upi falas, kishte me styre depresive dhe qesharake. Rezultatet e analizave kanë nxjerrë një pjesë të madhe të pacientëve femra me probleme me prostatin. 50% e qytetarëve femra që kanë bërë check-upin kanë dalë të alkoolizuara. Më pas kaloi tek akuzat për lidhjet kriminale të kryeministrit Rama dhe ministrit të Brendshëm. Sipas tij, fakti që ekziston vetëm dokumenti i daljes së makinës së Emiliano Shullazit dhe jo dokumenti i futjes në dogan me një mjet të blinduar është provë lidhjeve të tyre me të, dhe në funksion të lëvizjeve të tilla, demokratët shohin emërimin si zëvendës drejtor të përgjithshëm të doganave të Besmir Qebinit.